Mos qëndroni zgjuar deri në vonë. Ja çfarë probleme sjell. Ata që flenë vonë mund të paguajnë në një çmim kur është fjala për shëndetjen e jetëgjatësisë së tyre. Persona të cilët qëndrojnë zgjuar deri vonë dhe kanë probleme të zgjohen në mëngjes, kanë rreth 10% shanse më të larta të riskut për të humbur jetën në mënyrë të hershme sesa ata që flenë dhe zgjohen herët. Ekspertët tregojnë nëse është e rëndësishme që personat të cilët qëndrojnë zgjuar deri në vonë ta kuptojnë se shprehitë e tyre të gjumit mund të kenë pasoja serioze shëndetësore, dhe ka shumë gjëra që u ndodhin atyre që largojnë këtë shprehje. Vlen të ceket se këto zbulime janë bazuar në studimet e më shumë se 433.000 britanikëve. Ndër të tjera, ata që qëndrojnë zgjuar deri vonë janë në dyfish më të prirur të vuajnë nga çrregullime psikologjike, 30% më të rrezikuar nga diabeti, 25% më të rrezikuar nga problemet neurologjike, 23% më të rrezikuar nga çrregullimet gastrointestinale dhe 22% më të rrezikuar edhe nga sëmundje të ndryshme respiratore.